Shkëndija ka arritur fitore të rëndësishme në të tetën e finales së Kupës së Maqedonisë pas imposhti rivalin e saj kryesor, Vardarin nga Shkupi me shifrat 2-1. Atmosfera në qytetin e Tetovës ishte e jashtëzakonshme dhe tifozët kishin vërshuar nga të gjitha anët, duke e patur destinacion stadiumin e qytetit ku Shkëndija bëi gati për të pritur skuadrën e Vardarit. Atmosfera në stadiumin e qytetit në Tetovë, siç e shihni, është impozante edhe pse ka diku edhe një orë për të nisur ndeshja e vlefshme për të tetën e finales së Kupës së Republikës së Maqedonisë, ku skuadra e Shkëndijës nga Tetova dhe ajo e Vardarit nga Shkupi, dy rival të përvetuar, janë përballë njëra tjetrës. Radio Televizioni i Kosovës do të sjellë detaje nga ndeshja, po nuk do të mungojnë edhe prapaskenat e zhvillimeve të kësaj ndeshje, ku protagonist është trajneri nga Kosova, Ardian Kozniku. Në vizitën tonë vërejej entuziazëm të shtabit teknik, tifozët dhe gjithë ata që ishin përreth Shkëndijës. Ardhja e Ardian Koznikut ishte pritur shumë mirë nga të gjithë, e më së shumti nga tifozët e flakt ballistët, të cilët kishin përgatitur një përshëndetje edhe në këtë formë për yllin kosovar të futbollit. Kuqezind nga Tetova nisën mjaft mirë ndeshjen duke fituar penalltin në minutën e 7. Nga pika e bardhë nuk gaboi kroati Vruqina që solli në afërsi Shkëndin. Avantazhi i vendasve nuk zgjati më shumë se 9 minuta, me që Vardari barazoi nga ky krosim nga korneri, në të cilën situatë më së miri u gjend Boban për të barazuar në 1-1. Me këto shifra u mbyll pjesa e parë. Në të dytën Shkëndija ishte më bindse duke kërkuar rikthimin e afërsisë. Pas disa rasteve të mira dhe ndryshimeve në formacion që i bëri Ardian Kozniku, minuta 77 shënon kthimin e Shkëndijës në lojë. Armend Alimi nga Xhuaj Djalir arriti që të mposhtë portierin bosnjak Igor Pavlović, duke i sjellë Shkëndijës fitoren e parë në të tetën e finales së Kupës së Maqedonisë. Një fitore e madhe për Shkëndijën që po kthehet në formë, për trajnerin Ardian Kozniku që vazhdoi serinë e ndeshjeve pa humbje, duke ja shkaktuar Vardarit humbjen e parë në këtë vit. Megjithatë, 90 minutat e ndeshjes së kthimit në Shkup do ta vendosin fatin e Shkëndijës në betejën e saj që të arrijë në çerkfinalet të Kupës së Maqedonisë. Fort jam shumë i kënaqur me djem të fitore e madhe. Edhe pse është pjesa e parë, duhet të jenë këtu në rrafsh. Mirë po është një fitore e madhe për shkak se Vardari u tregu se është një ekip shumë i mirë, e kum përcjell 2-3 herë e kum qyr. Mirë po e kanë shumë kujt ekipin e mirë. Mirë po kjo ndeshje fitohet vetëm këtë mënyrë, me zemër edhe mendimin e publikut. Ardian Kozniku në intervistën ekskluzive në RTK flet po ashtu për pritjen që i kishin rezervuar në Tetov, ideja për t'ju bashkuar Shkëndisë e deri te planet me këtë skuadër. Mirë po, ne falenderoj më së pari kryetarin e klubit Lulëzimi i Mirë, i cili ishte ai që ma bojnë telefonë dhe ma afroi ma hapi këtë shans të madhe. Me të vërtet unë këtu e shoh, kum dëgjuar për Shkëndin, mirë po këtu shoh se një organizim sa kanë të madh. Me të vërtet është si një klub shumë kum qenë shumë klube të mëdha, mirë po kjo është një organizim mjaft i madh. Kuptohet duhet një infrastrukturë, domethënë diçka edhe më mirë po sa përket kushteve. Këtë që ka duhet lojtarit, trenerit, të ekipës, domethënë komplet klubi o në gjendje dhe i mbyllin. Artan, ne edhe në gazete ja vendosëm një titull se RTK-ja do të vjetë për ta mbështet Ardian Koznikun dhe në fund doli ashtu Shkëndija fitoi me rezultat 2-1. E sa i përket atmosferës edhe vete po se këtu çfarë emocionësh sjellin ballistët edhe në fund pas përfundimit të ndeshjes, një gjest shumë të mirë bëri trajneri kosovar i mirënjohur Ardian Kozniku, që shkoi edhe u përshëndet me ballistët. E pat edhe ju vetë se çfarë brohëriqesh ata me çfarë brohëriqesh përcjellën në fakt Ardianin, ai edhe para se të merr timonin e Shkëndijës me të madhe edhe në rrjetin social Facebook është shkruar se është një trajner që i duhet Shkëndijës dhe vërtet ardhja e tij ka sjell një fytyrë të re te skuadra Kuqezin nga Tetova. Kënaqësi. E kësha thonë kënaqësi, me të vërtetë se është kënaqësi të kesh publik, ma që malli që më konë në Gjakov me vllaznimi. Mirë po ekipa këto simpatizera tu, janë simpatizera mjaft
shumë një masë të madhe, edhe shpresoj të vijnë më tepër. Edhe mendimin e këtyre, sot po të mos ishin sot tifozët, ndoshta kishte ndryshuar më bëu akilla rezultati, mirë, po mendimin e këtyre për shkak se në ekip kemi shumë ekip të re, edhe sot fitoi edhe zemra, më tepër fitoi zemra. Kështu që djemve ju uroj, ju kumëru mrena në zhveshtorë, mirë, po edhe tash një herë përmes RTK-s, kjo fitore është e djemve dhe publikut. Nga ndeshja që po është sot, mendoj se Koznikun e pret një punë pak edhe më e madhe. Ndeshja me Vardarin ka qenë shumë e vështirë dhe ka ardhur në një moment kur Ardiani nuk e njeh mjaft mirë futbollin e Maqedonisë, sepse ka pak javë që ka ardhur. Ndeshja me Sileksin erdhi në një moment të dur para te, sepse kishte pushim në kampionat, kishte 2 javë për shkak të reprezentacionit që luante në Euro, ndeshje për Euro 2016. Deri në atë ndeshje Sileksi ishte pa humbje. Ishte pa humbje, por Ardiani i shkaktoi humbjen e parë ekipit nga Kratova. Pastaj debutoi me fitore. Mendoj se vazhdoj me sukses edhe në ndeshjen kundër Peliserit, sepse ta them të drejtën për opinionin e futbolldashës në Kosovë, Manastiri është një terren shumë i nxehtë, është një vend që vështirë në poshtë. Jo vetëm në futboll. Futbollistët e mëhershëm të Kosovës që kanë luajtur e dinë mjaft mirë se për çfarë terreni bëhet fjalë. Më rëndësishme është ekologu, i cili ai e ka bërë këtë. Mesisht personi numër 1 që e ka marrë, domethënë këta, ky klub ndoshta do t'i shtyjë mirë, po mendimin e ekologut me zotin e Lezim Distanit, ai e ka kthyer dhe ato falenderoj nga zemra, për shkak se më të vërtet përmes sportit është një asi se ka shumë fëmijë këtu, punojnë në numër i madh, edhe këto e ka bëu ai. Domethënë e ka bëu mirë, po hala është të ndihmu, kështu që e falenderoj.